Konsumoni një vezë në ditë dhe thoni lam të mirë kësaj sëmundje. Rezultatet e studimeve të kryera së fundmi kanë treguar se një vezë në ditë mundet që të ulë rrezikun e sëmundjeve të zemrës, përfshirë sëmundjet ishemike, problemet kryesore koronare, goditjen hemoragjike dhe goditjen ishemike. Rezultatet kanë treguar gjithashtu se midis konsumit të vezëve dhe të gjitha problemeve të zemrës të studiuara, u tregua se veza arrinte që të ulte nivelin e kolesterolit dhe të mbante nën kontroll tensionin e gjakut dhe duke privuar kështu shëndetin e zemrës tuaj për të prekur nga sëmundjet e këqija, nga faktorët dietik apo dhe nga stili juaj i jetesës. Prandaj siguroni që të konsumoni të paktën një vezë në ditë nëse doni të keni një zemër të fortë dhe një shëndet më të mbrojtur.